Do vjen të mbetemi tek deklarata e zotit Vasil Steriovski, kryetari i Partisë Aleanca Maqedonasve për Integrimin Evropian, ku për ta diskutuar më gjërësisht ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë. Ju përshëndes zoti Steriovski. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Për të nisur bisedën nga deklarata juaj, ju thoni se sistemi zgjedhor aktual proporcional rajonal nuk adreson nevojat e minoriteteve. Sipas jush, cili sistem adreson shqetësimet tuaja? Ne tre partitë që përfaqësojmë Komunitetin Maqedonës, Rom, Grek dhe Vllek në Shqipëri, sot i adresuam kërkesat tona drejtuar Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, ku edhe theksuam që ky sistem vërtet është diskriminues dhe nuk përfaqëson, nuk mundet të përfaqësohen minoritetet të kenë zërin e tyre në parlament, dhe sistemi më i mirë është duke marrë praktikat më të mira europiane, vendet europiane të cilat e kanë zgjidhur problemin e përfaqësimit të minoriteteve, si është Kroacia, Slovenia, Kosova, Rumania, vendet skandinave, Federata Ruse e të tjerë, të cilat kanë modele të ndryshme, por që kanë vende të garantuara për minoritetet. Për herë të parë, vitin e kaluar, edhe një organizëm ndërkombëtar siç Këshilli i Evropës në raportin në opinionin e 5 për Shqipërinë në të Komitetit Këshillënës për zbatimin e Konventit Skuadër të pakicave kombëtare, ka skanuar situatën në Shqipëri dhe kërkon që vendi tonë të marrë masa pozitive për të garantuar përfaqësimin e minoriteteve në parlament, sepse është vërtet që nuk mundet të mbrojë interesat dhe problemet e minoriteteve sa vetë përfaqësues të tyre në parlament, dhe kjo është treguar në këto 30 vitet e fundit. Prandaj ne mendojmë që edhe ka ardhur koha që përveç kjo reformë zgjedhore që duhet të zbatohet në një proces gjithëpërfshirës edhe konsensual, ku të jenë gjithë palët si mazhoranca, opozita, por edhe partitë parlamentare dhe shoqëria civile, që të garantohet numërimi, votimi dhe numërimi elektronik, të ketë drejtë të garantohet e diasporës, e drejtën e votës, një administratë depolitizuar, por dhe më e rëndësishme për neve që të garantohet edhe përfaqësimi direkt e minoriteteve në Shqipëri, në parlament. Ju kuptoj, zoti Steriovski, cili është sistemi të cilën ju propozoni, apo sistemin që mendoni se përfaqëson interesat tuaja, dhe a do të dilni ju me një nismë të cilën do t'ja propozoni Komisionit të Posaçëm Zgjedhor, pasi ju thatë se keni dërguar disa pika në këtë komision të cilat ju ishini të rëndësishme që të merren përparasysh përsa i përket reformës zgjedhore? Së pari duhet të ketë vullnet politik sidomos nga qeveria dhe opozita parlamentare që të mbështesë këto nismë të minoriteteve, dhe modele siç përmenda ka disa lloj modele në Europë, shtetet europiane që e kanë zgjidhur përfaqësimin e minoriteteve, dhe duke parë një nga këto modele që duhet më adekuat për realitetin tonë që të adoptohet. Për shembull, Kroacia, në Kroaci ka disa vende të garantuara, për shembull shqiptarët, maqedonësit, bosnjakët, nuk e di, malezezët kanë një vend të garantuar. Ka pastaj modele të tjera, Rumania, që e kanë prapë edhe ata, e kanë me pavarësisht nga numri i minoriteteve, për shembull zyrtarisht atje shqiptarët janë 500 veta të regjistruara, patjetër që janë numri tyre është më i madh, por që zyrtarisht me statistika janë 500 veta, por kanë një vend të garantuar. Maqedonësit janë 5.000 vete të regjistruar, prap ka një vend të garantuar në parlament. Pra, ka modele të ndryshme, kryesore një shthelbi është që të ketë vullnet politik. Pra, si mazhoranca dhe opozita të bien dakord që në këtë reformë zgjedhore të përfshihen edhe minoritetet me vendet e garantuara, dhe pastaj modalitetet patjetër që ka modalitetet të ndryshme se si mund të përfshihemi ne minoritetet me vendet të garantuara. Po që me këtë sistem proporcional rajonal është shumë vështirë ne që të kemi direkt deputet të zgjedhim në kuvend, sepse ne si minoritete jetojmë në tërë territorin e Republikës së Shqipërisë, jo vetëm në zona veçanta. Në ato zonat e veçanta ku jemi tradicionalisht, pas viteve 90 sidomos, kemi lëvizur në qytetet e mëdha të Shqipërisë për një jetë më të mirë, dhe kështu që është vështirë vërtet me këtë sistem ne të arrijmë të përfaqësohemi në parlament,
Ne gjithmonë përpiqemi si parti të vogla të bëjmë koalicione të ndryshme me partitë më të mëdha, po që gjithmonë që partitë më të mëdha... Me qënë se përmondet koalicionin me partitë e mëdha, në zgjedhjet e ardhshme, a do të bëheni pjesë e një koalicioni dhe nëse po, cilë? Parti që për Sekondari Maqedonës ne arritëm, për shembull unë kam qenë deputet para 2 vite në Kuvendin e Shqipërisë, falë këtyre koalicioneve të ndryshme dhe gjithmonë po përpiqemi që kush është koalicioni që do na garantojë një vend më të mirë në listë për të përfaqësuar, po që gjithmonë është vështirë me partitë e mëdha që gjithmonë kur na ofrojnë vendet në pjesën fundore të listave. Dhe prandaj është ky modalitet që kemi edhe mbështetjen edhe Këshillit të Evropës, që na rekomandon që se është në fund të fundit një detyrim ndërkombëtar që ne të i kemi zërin tonë në parlament. E qartë, zoti Sterjovski, kam edhe një pyetje të fundit, cilat janë pritshmëritë e partisë suaj në zgjedhjet e ardhshme? Shpresoni që të fitoni një mandat dhe nëse po, në cilën zonë? Patjetër, ne prandaj njerë i adresojmë kërkesat tona dhe presim nga vërtet Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore që të trajtojë kërkesat tona. Pastaj, cili model do zgjidhet, çfarë do vendos Komisioni dhe Parlamenti, patjetër që ne si parti, organet vendimarrëse që do vendosim se si do veprojmë dhe qëllimi patjetër tonë është që ne të arrijmë qëllimin tonë të përfaqësohemi në kuvend. Unë ju falenderoj zoti Sterjovski për të bisedën cilën ne kemi realizuar së bashku. Besoj që do të jemi sërish në kontakt duke parë dhe iniciativat dhe nismat tuaja rreth kësaj kërkese e cila është bërë publike që ditën e sotme. Faleminderit për mua.